Me rritjen e temperaturave, rritet edhe rreziku nga paraqitja e rriçrave. Një nga komunat më të prekura nga ky fenomen në Kosovë mbetet Malisheva, ku rastet e pickimit ndodhin pothuajse çdo ditë. Në urgjencë sapo ka mbritur një qytetare që është pickuar nga rriçra. Kjo qytetare, që nuk deshi të flas para kamerës, tha se ka vretur herët dhe menjëherë është paraqitur në qendrën mjekësore edhe nuk po ndjente dhembje. Procedurat janë shumë të shkurta, ka 5 minuta të pacienti edhe bëhet tërhiqja e rrishnit edhe agjesuri. Edhe banorët e tjerë të fshatrave të Malishevës thonë se ka pickimin nga rriçrat, por viteve të fundit shkalla e infektimit nuk është aq e lartë siç ishte viteve paraprake. Po në këto vite janë shumë më butë edhe njëherë për momentin nuk e nani që ka një rast me infektim ose me fatalitet që ka përfundu sikur vitet më herët. Presim nga komuna që terrenet ti dezinfektojnë me preparate ata cilat i preferojnë. Ka pickime të rrisna, por nuk ka elmos. Me rrezikshmëri nuk ka. Po këtu në bazen punojmë, rrimi këtu vijin, nuk këtu edhe i dezinfektojmë me klore me sane, mirë po vit një kohë nëse na koshtë i bjerë, i qojmë i kemi edhe mjekën këtu, po edhe i qojmë edhe mjekën. Por me thonë si shkollim Malishevë, pak ma sigur me hekën edhe me dezinfektojmë. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishevë, Dardan Bytyqi, thotë se në kuadër të masave parandaluese kundër etheve hemorragjike apo pickimit të rriçrave, kanë filluar një sër aktivitetesh informuese dhe edukative nëpër shkolla dhe institucione, nga se rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve është shumë ndihmës për stafin mjekësor. Mosat edhe reagimin ndaj pacientit e kemi të siguruar për arsye se e kemi trajnuar pjesë të stafit, edhe për një herë e bëjmë pastrimin e plagës dhe heqjen e rrishës. Gjëja e parë që duhet me bëjmë, nuk guxon ta heq rrishën vet pacienti, dhe nuk është mirë me hek, pavarësisht arsimimit apo edukimit që ka pacienti, mirë nuk është të largoj rrishën vet. Neve na ndihmon me pa rrishën edhe me hek vet. Apelojmë që qytetarët të respektojnë rekomandimet profesionale, që na i kena bërë me këto broshura që kena bërë këtë ndryshime, edhe mi zbatu mosat parandaluese që mos me konë të pa informuar për këtë çështje që është që disa vitet e na. Doktor Bytyqi shton se numri i pickimeve nga rriçrat si vjet është më i madh se vitin e kaluar, por telashet janë më të vogla dhe se kanë qenë vetëm disa rekomandime për klinikën infektive në QKUK, por të gjitha rastet janë kthyer mirë me shëndet. Nëse gjatë kësaj pjese pacienti duhet përcillet 14 ditë me radhë, nëse ka të vjella, ka gjakderdhje, ka temperaturë ethe, duhet patjetër që të vijë tek ne. Si analizë që e kërkojmë për një herë që ja bëjmë mas 3 dite, është një hemogram që ja bëjmë pas gjakut, përcjellim praninë virale sa ka, nëse është qetë, deri me tani nuk kena pas një të lashe pej fatkeqësisë që kemi pas më herët. Do të thonë një është qetë, situata ka pjesa e fatalitetit. Ndërsa drejtori për shëndetësi në komunën e Malishevës, Amrush Helshani, thotë se pas paraqitjes së rasteve të para të pickimit nga rriçrat në këtë vit, komuna e Malishevës ka riaktivizuar shtabin komunal për menaxhimin e etheve hemorragjike Krime Kongo, sipas strategjisë së Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ky shtab përbëhet nga dikasteret e Drejtorisë së Bujqësisë, Emergjencave dhe Drejtorisë së Shëndetësisë, si dhe qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishevë. Pra shtabi komunal emergjent në komunën e Malishevës i ka marrë të gjitha veprimet e nevojshme për me fillu ta quaj fushatën për dezinsektimin e zonave endemike në komunën e Malishevës. Kemi filluar me 18 maj 2026, duke bërë spërkatjen e zonave endemike dhe sigurisht sipas një orari të caktuar edhe sipas lokacioneve ku ka pas më shumë pickime të rriçnave.
Këtë vit, sipas statistikave nga komuna, janë mbi 700 raste të pickimit nga rriqrat, ndërsa për ta ulur numrin e pickimit dhe shkallën e infektimit, po vazhdohet me spërkatjen e zonave endemike, duke u nisur nga veçqyteti që ka numër më të madh të rasteve. Momentalisht janë deri tani janë spërkatur rreth 10 fshatra të komunës së Malishevës. Pickimet vazhdojnë, për fat të mirë nuk kemi pacient, nuk kemi qytetar të infektuar me ethe hemoragjike. Trajtimi bëhet në nivelin e duhur. Momentalisht gjendja është e menaxhueshme. Mjekët e kësaj komune u kanë bërë thirrje qytetarëve të Malishevës për kujdes të shtuar, ndërsa në momentin që shohin pickimin nga rriqrat të mos i heqin vetë, por të paraqiten në qendrat mjekësore më të afërta, ndërsa zyrtarët e komunës thonë se shtabi emergjent do të vazhdojë dezinsektimin e zonave më endemike ku ka raste më shumë. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me institucionet qendrore.